Ndërkohë që avancon protesta qytetare, po shfut sot në ditën e 20, Edi Rama po avancon me një plan djallëzor në bashkëpunim me Altin Dumanin për të pastru Belindën. Duket i qik si paradoksale kjo ose si e pabesueshme, por shifni pak lajmet që dalin për Belinda Ballukun, hetimet e Spakut, dosjen. Është kap një pjesë e dosjes që bën fjalë për Belindën kur ka qenë drejtoreshe Alp Kontrollit. Pra jo miliardat që ka përla për llogaritë Ramës kur ka qenë zëvendës kryeministre dhe ministre, po ja kanë hap atë vetët lagrorit në një moment shumë të hershëm, se shumë pak njerëz e manë mend që ajo ka qenë drejtoreshe Alp Kontrollit. Alp Kontrolli është kjo kompania që monitoron këto trafikun ajrore këto. Edhe duket si rastësore. Tani pse s'është rastësore? Para se të shkojmë ke protesta, që pas kanë në rrugë podiumi sonde ata. Belindën nuk e kapin Spaku, nuk futet ta kap Belindën te tenderi që i ka dhënë Bashkimi Ulek, 1.3 miliard euro, që thoshte ke përgjimet ta marrim këtë ta fusim në xhep. Pronarin e asaj A2-shit, pronarin e Rjollit. Pronarin e Rjollit në thonjë apo për Unazën e Madhe, apo aty ku nisi për tunelin e Llogaras, apo për tecet e Vlorës. Pra aferat miliardëshe që ka bë ajo si zëvendës kryeministre dhe si ministre e energjetikës. Tani rastësore është kjo nuk është rastësore. Altin Dumani, Spaku, si vegël qorra që është e Edi Ramës, ka gjetë një xhep, një hapësirë që helli edhe të piqet edhe mos digjet. Të piqet, qërohet Balluku, mos digjet shefi i Ballukut. Të gjitha aferat nga tuneli Llogaras, nga tecet e Vlorës, që s'punojnë e marrin miliona euro, tenderat e Unazës Madhe, pra rruga Bashkimit këtu që bërë du paguim 2500 lekë sa herë kalojmë aty për 17 kilometra rrugë. Të gjitha këto ajo i ka bë me Edi Ramën secilën prej këtyre të hetosh, të marrësh në hetim, del edhe Rama mbrapa. Kanë shku edhe e kanë kap në një vend që s'është se ka shumë lidhje ose direkte, sigurisht ajo ka punu për llogaritë Ramës që kur ka rënë men, po kanë shku e janë çu me Alp Kontrollin. Ta kapin atje, ti marrin lejen e arrestimit, e fusin mrena, edhe pastaj ja bëjnë siç ja bën Lalierit. E futur për brek të ajolës, edhe tash se nxjerrin më. Edhe i hapin dosje pas dosje se kaq është marifeti i Ramës sa të vejnë prangat, të fus mrena, edhe pastaj të rregullon qefin. Sepse ai është në hall, ai do me heq. E kam pas këtë mendim qysh kur doli për herë të parë lajmi për Ballukun që do e heq. Pra do përpiqet pastrohet, se nuk pyet ai për njerëz, se thonë jo pa ai selçon Ballukun e kujton ai nuk është se selçon Belindën për dhimbësuri. Ai nuk e lëshon Belindën se është i përlyer vet deri në fyt, edhe ajo nuk e lëshon, ja ka rujt gjërat. Edhe i thot o të dy bashk ose hiç. Kështu që i ka shku dhe e ka kap te Alp Kontrolli, te lidhjet me Iglitaren. Kjo godet shumë se Igli edhe ish futbollisti kombëtare se ku di unë gjitha me radhë. Sigurisht ato pislliqet me Iglin i ka bëj
Byrazeri i Iglit, më shumë se sa Igli vetë ndoshta, ai vogli. Por kjo është skema që po lun, skema e ligë që po lun Rama. Nuk e di se si do veprojnë këto kushte Belinda. A e ka kuptu, a se ka kuptu, sigurisht kam përshtypjen do ta ketë kuptu, se s'është aq e trash që mos e ketë kuptu. Ka dhe shembullin e Erion Velie, se me Erionin këshu soll, ai e vurin gjumë, i shkoi në përca inaugurime, e kapten qafet edhe i hudhi prangat për të shpëtu veten e vet. Dhe Erioni sot akoma nuk del nga burgu, po nuk hetohet për inceneratorin e Tiranës. Nuk hetohet për inceneratorin sepse sepse ke inceneratori është Rama. Kështu që rri, e majnë zvarr, derisa të fillojnë t'i hapin petët e lakrorit. E majnë me shpresa njëherë, jo po do të nxjerrej si e pati ai, që ma të shallë në pionerin qafë, sa dushje. The thash, ngeli mërën Erioni. Këtë skem, pra në një aspekt edhe është vjetru Rama, se skemat ka fillu me i përdor të njëjtat skema. Si që ja bërë Erionit, po ja bën edhe Belindës. I ka kriju idenë që nuk të lëshoj. Fokusi tani është te protesta. Jemi në ditën e 20 të një proteste pa precedent. Para 2 ditësh thash që kjo protest do ketë një shkëputje, sepse po vim nga vera, sulmet e presionet ndaj saj janë shumë të mëdhaja për ta kap. Gjithë duan ta kapin. Por fakti është që ajo po i mbijeton edhe nuk po e kap dot askush. Nuk po e kap dot Rama, që ka fut njerëzit e vet. Nuk po e kapin dot edhe to partiçkat e vogla që pretendojnë që duan ta kapin. Ndërkohë që zhurmë, protest, potere madhe këtej, Altin Dumani avancon për llogaritë të Ramës nga krahu tjetër. Kjo është interesante shumë, ndoshta shumë pak njerëz e kuptojnë këtë lojë që është duke bota tani Rama, por që do ketë një fund shumë interesant dhe do përfundojnë me atë kur shkojnë kërkesa e Spakut, se këto ditë ndoshta shkon, po e vonon kërkesën për ta çuar për leje për arrestimin, po e vonon. Edhe një ditë bukur mund ta çojnë, mund të mbledh grupin, sepse është në frikë. Pastaj rreziku që i vjen Ramës nga kjo është mocioni në parlament nga deputetët e Partisë Socialiste, sepse flitet që një 2-3 mull deputet i ka besnik Belinda që sa t'u jap urdhër ata tërhiqen nga mbështetja për Ramën. Këtu pastaj hapet loja që ajo edhe mund ta marrë me vete. Por deri tani ky skenar është duke u realizuar. Belinda po hetohet për një çështje ku nuk preket Rama. Vazhdojmë e ndjekim situatën.